Albolena, po më tregon me kënë bisedove para se me ardhe në intervistë, për herë të fundit deri tash, edhe çka I the? Për herë të fundit rrugës ka erdha, fola me konatën te me gruan e vllavit që kanë në pushime, në telefon, se ku marrë puhizën me veti edhe ka janë telefon, që kjo ka në telefonata e fundit. E tani bisedova pak me puhizën edhe pse s'm ki marrë, pse ashtu se ka dish marrë me badha janë intervistë, I ka 4 vjetë. Cila është fytyra fundit publike që ja ke heq followen nga Instagrami dhe pse? Fytyra fundit vallai, se di, s'po më kujtohet. Pse ja u hek njerëz zani është followen për Instagram? Zakonisht, për shembull, për rast konkret për marrë shembull te. Tash ti më mund ndër vite. Edhe më thua Albolin që t'kam shoqe dos. Edhe tash moment që ti takohesh me disa njerëz që kanë njohuri me mu, edhe folën brapa shpinës tem, atëherë nuk I du njerëz me dy fytyra mi pas. As në rrjetet e mia sociale, po as në jetën reale. Interesant. Cili është mesazhi që s'do ta fshije kurrë nga telefoni, edhe nëse do mundesh më na tregu këtë mesazh. Dikush që t'ka shkruajt edhe që të erun me nostalgji. S'po di. Kam shumë mesazhe të mira prej fancave, mesazhe prej shoqërisë, prej rrjetit familjar, po s'po di, nuk është ndaj mesazh që kisha desh me veçu. Ke postu... tash po më kujtohet. Para një muaje kur e kom publiku këngën që e kom bari me këngën Nuk Teja Pa Fat. Unë I kam 3 halla në jetë, një nuk është, mesin tonë, po me njënën hall kam shumë lidhshmëri, ajo është 72 vjeçare, edhe nuk ka fëmijë. Moment kur publikoj unë një projekt ose gjithçka që publikoj, ajo më shkruan mesazhet më të bukura të mundshme që ekzistojnë. Sa. Ja. Okej, pa dashme të emocionu, e ke postu një fotografi në Instagram e fustante njëj si J-Lo. Atë ka kopju ajo, apo e ke postu me pretendimin se ty po të rrema mirë fustani? Normal, ka kopju J-Lo. Miku jem Pajtim Race, unë e kam shok që 7 vite, e kam shok, vlla, motër, gjithçka, e kam shumë best friends, edhe vendosëm me pas t'i postan përgjirime tek Shpëtim Lesku nëse më lejohet me cek emra. Edhe ta pe bëna një vibe veror, e përgjellë materialin edhe krejt, edhe tani ndërkohë kur para ca ditësh dol J-Loja me atë fustanin me lula, materiali I njëjtë, edhe thjesht e përdora si koncept shakas, se për kur gjatë tjetër. Që dhe s'pjashën ma mirë? Kuptohet mu. Okej, Albolena, unë dëshme nga të regu mesazhin e fundit me Shpat Kasapin, çka I ke thonë dhe çka t'ka thonë? Se e di që ka qenë një projekt të realizuj për bashkët. Mesazh nuk kom pas, po kom pas telefonat para se me ndrujet Shpati. Ku ka telefonu edhe që kena diskutu për pjesën e publikimit këngës. Qa ka me ndodhë ma e të këngë? Nuk e di, besam që unë nuk jam marrë ma atë pjesë, thjesht çdo herë mundona me rikujtu me gjanat më të mira të mundshme në për rrjetet sociale Shpatin, edhe e kum ndje si obligim për me postu pjesën e këngës që ka mbet pa u publiku. Sa të ka shoku ty si lajm vdekja e tij? Besam që unë pra vazhdoj me cek që më duket se nuk ka vdekja I njëri kur. Cili është komenti më I tmerrshëm që ke marrë në rrjetet sociale që te mban mend sa dhe asaj dite? Mendoj që jo vetëm unë, po edhe krejt artistat marrin komente negative. Jo çdo herë që më thonë krejt audiencat më mbështet. Ka komente të ndryshme, një koment që thjesht më ka bë përshtypje shumë, më kanë që në inbox kum pa mesazhe pa fund,
një gruas që kanë embulume me shami, e ka pas profilin me fëmijët e vet me burrin. Një box më ka shënu gjana tjera, ka kërku ndihme si gjana. E kur kom hite komentet, ka shu komentet më të mërshme të mundshme që ekzistojnë. Një femër, në shamin të një femër. Po. Ama zakonisht unë shpesh hasi, dhe me thonë, jo shpesh, po çdo ditë, realisht komentet ma fyse, komentet ma ofenduese janë femna kundrejt femnës. Që sa nuk arri me akceptu. Besom që prej meshkujve shumë pak kanë komente negative, prej femna zakonisht janë. Tregom çfarë shkruajnë meshkujt. Diçka më të zakonshme. Zdi, zakonisht komplimente, gjana të mira, nuk është e teprojnë edhe shumë. Po kështu diçka që për shembull nëse dojnë me bëu flert me ty ose diçka ndaj qasje. Shpesher hasina për komente të ndryshme, dhe qysh nuk e kanë atë qasin e afirmitetit, shpesher e bajnë një analizë që jo, po ti nuk miresh me kategorinë tonë, ti këqyrë përgjithsi ju këngëtarët që një biznismena, ju i do një paret, ju ashtu, ju kështu. Çka ju thote? Realisht unë kam paret, qaq pare kam sa që i bje dhe biznismenat. Si ja kam nevojën e parës kërkojna. Okej. Pajtimi me blerën, kush kujtja ka bëj pari follow në rrjetet sociale? Me të drejtën, unë nuk është e kom pas najherën plan për me i full blerës. Se qatë shumë kena pas konflikt që patën degradu gjanat, thjesht ernimin e kanë organizu një koncert në Gjermani, edhe kur jenë atakuat në Gjermani, blero ka një pari që më ka kërku falje. Edhe të ka fol, edhe follow në që ka Instagram. Tash keni edhe një kongo së dy se ti. Po, Pas. gëzojmë një raport të mirë. Cila është ftesa më e çmendur që ke marrë përmes telefonit? Për shembull, ndaj thirrje për ndaj dasëm në ndaj çmend, suport madh. Kom pas ftesa që ona nuk kom shku me performu, janë kanë për shembull disa ftesa nashti nuk janë çuditshme, po thjesht ona nuk kom pranu për me shku me këndu, janë kanë për shembull ka pas organizime ditëlindjes, për shembull vetëm me meshkuj, edhe unë se kom pëlqy me shku me kënu në ato vena ashtu. Interesant. Fotot nudo në telefonin e partnerit, ta është diçka normale për ty, nëse ai ka, apo është diçka e tepër që ai do të më pas një partner të mundshëm, nëse nuk i në lidhje? Mendoj që është diçka shumë e tepër. S'ka nevoja? Jo, mendoj. Pse atë të shqaqe dikujta? Unë jam një tip që se pëlqeja, besom që edhe vetës tem, kur nuk e marrë telefonin, edhe mi bo foto se diçka haroj. Okej, atë ka ndodhur ndonjëherë mi dërgu dikujt fotografi ose screenshot gabim. Ma ke bo mu screenshot dhe ma që mu që më screenshot. Shpesh herë, gjatë kohës kur e praktikojsha telefonin, ashti pak ma shpesh në kërë. Edhe ka ndodhur që kum bë gabime, ose ka ndodhur që kum bë telefonat, kum dish dikan tjetër me thirr. Edhe në moment kur ti ma ke hap telefonin e kum pas, allo çela 2 minuta mrina, po di ku mrina e albulist kum thirr. Ka ndodhur besoj që janë gabime që ndodhin krejtë, ama tash kohës fundit mos po baj si gabime. Se s'pe përdori telefonin se vitin e kaluar ma kanë konfisku patent shoferin 3 muaj ditë. Edhe mos me preki telefonin gjatë vozitjes, jam bëshëm që ke mirë. Merre telefonin, edhe personit 4 që ki në WhatsApp, kimi qo diçka ose një voice të pakuptim, veç me kesh ose diçka tillë, edhe të shohim apo të reagon. Personi 4, kush mundet me qenë WhatsApp, zakonisht që fol më shpesh? Te WhatsApp jam, s'po di, kryesisht dominojnë familjarët, I pari më do këtë jamon. Dominan, po, qëta është i pari ti për momente. Shoku jam pajtime. Hajde, veç që një... Lerina që mban make-up. S'po di. Veç që një voice të kesh. Okej. Edhe thuj kështë, ha, e kuku për ty, veç që ka.
O pajte, ma disha mu ka kujtu sot i se kiti. Hajt se flasim tani therëm edhe të kallëzoj çka mu ka kujtu. Po besoj që është në orë të punës. S'pas ka qasje, s'është Ka kur do që e lidhe në internet, besoj që. Len, prej 222.000 djegëse sa i ki tash për momentin, sa prej tyre i ki fake? Besom që one nuk di që kam fake. Edhe me Instagram unë shumë mati jam marrë. Edhe besom që jam ka një ndër këngëtarët e para që mu ka verifiku Instagrami. Thjesht jam konë të pikafe me një shok që o mirë ke me social media. Tha Lenta ama qështë pasaportën foto, tha. Edhe tha ama e paswordin e Instagramit, tha se du më ta verifiku Instagramin. Tha ama beson apo di më madhon paswordin. Edhe besom realisht nuk e disha çka është ky verifikimi apo di. O tha me teksta ki ndryshe apo di tha të funksionon Instagrami. Para 9 vjet unë e kom verifiku Instagramin. Okay. Edhe çdo gjë është krejt real. Lena, ai ke kërku në fakt, ndonjë kolegu ndonjëherë, me ta bo share një këngë në Instagram, një sa story që është ndodhë zakonisht kjo mbështetja mes kolegëve, po që se ka bo atë gjë, nashta në fillimet tua. Se di, one nuk është unë e gëzoj raport shumë të mirë me kolegët, po flasë nëse rasisht na bjen mu taku na për gjirimet ndryshme, unë e kam respekt për gjithë. Mirë po sa i përket kësaj pjesës me ma bani share dikush, unë absolut kur s'kum kërku. Të gjona si kum kërku asnjëherë për kolegëve. Nëse ndodh edhe se bën, çka nën kupton kjo për ty? Është on follow direkt? Mendoj që nuk e baj që të veprim, apo kupton. Mendoj që kur si kisha bë, përdesa se kum bë deri sot edhe nuk e baj se sa do kudo me kolegë dyqysh unë mendoj që nuk ekziston asnjëherë s'ka ekzistu edhe s'ka me ekzistu asnjëherë një shoqëri shumë e sinqert pa xhelozi. Okej. A të ka shkruar ndonjë fytyrë publike në Instagram nëse jo nuk jeni follow me zvete? Po ka ndodhur. Kush? Stregoj. Okay, Ndodh shpeshherë se të shënojnë apo dhe në kolegët gjithçka, ama po për shembull thjesht i ndonjë late moshkull, request. futbollist, aktor. Shkruajnë, mendoj që gjitha femrat ju shkruajnë secili. A është ndonjë që ndoshta mund me qenë i martuar edhe me të shkruaj? Ajo. Okej. A ke pas ndonjëherë kritika për ekspozim të tepër të trupit në rrjetet sociale dhe antikosh për njerëzve, nëse për shembull unë ty them, lejnë mos e posto çet fotot e mos me postu apo poston çka ton te vet? Qysh fillimet e para të karrierës tem, kur unë kom startu në vitin 2012, besom që mas pari për rrjetit jam paragjiku shumë, pse unë jam marrë me muzikë. Jam paragjiku kuptohet edhe për veshje, unë kur asnjëherë nuk e kom pa veten që kom bë diçka jashtë normales. Përdesa ti një fytyrë publike, normal që me bikini s'kom dalë asnjëherë dhe nuk e shoh veten me dalë, se nuk jam as modele, as ndaj influencera, apo kupton? Ama nuk i kom ngu asnjëherë të gjanat edhe vazhdoj mos me ngu, në gjithmonë mi shoh qëllimet e mia si Albulen edhe e di që kjo është ma e mira për mua dhe nuk i ngoj mendimet asnjëherë njerëzve, se jo çdo herë edhe te rrjeti shoqënia ka me drejt ose ta do më të mirën e mundshme. A të ka thonë ai kosh ndonjëherë më mirë po dogesh live se foto, se po dogesh më ndryshe se në foto? Po. Edhe? Çdo herë kur shkoj ndarësma, çdo kohë që shkoj, do të jesh shumë më e bukur live se sa në rrjetet sociale. E vërtet. Edhe pyetja e fundit për këtë rubrikë është dikujt para kamerës premtoj që kimi ja bleni telefon ose një aksesor telefonit. Se çka më ka vjetru që telefon. Besom që para 2 nete unë i kam 2 vllazër, motër s'kam. Familja mu jetojnë në Sloveni. Edhe ko pas kohë edhe unë shkoj te familja. Po tash vitet fundit ma shumë po jetoj në Kosovë, puna angazhimet muzikës.
Edhe tash po telefonon djali vllaut madh, edhe kish bler një iPhone 17. Edhe tash djali vllavit vogël, ja nisi me kajta edhe unë po dua iPhone, unë ashtu dadja ma blen ti, se veç ti ki pare ti ma blen, si ta s'ma blen. Edhe i kom thonë për jamit kismet që ka më ta blen një Qa iPhone. premtoj para kamerës. Po, kismet për jam dadi, ka më ta blen iPhone-in.